Jemi rikthyer tashmë dhe do lidhemi me Rita Gjekën, aktore nga teatri Migjeni, një kohë drejtuese e këtij teatri shumë të njohur. Ka bërë një punë mjaft të madhe me shumë përkushtim dhe dashuri, siç vetë ajo di, Rita Gjeka, por tashmë është në pension dhe unë nëse ka ndonjë njeri që nuk mundem ta mendoj në pension, është pikërisht Rita Gjeka. Me Ritën e sot do flasim në lidhje me largimin nga jeta të divës Margarita Gjepa, e quajtja disa herë div për shkak të bukurisë që ka dhe talentit të rrallë, po jo më pak talent ka dhe Rita Gjeka dhe po ashtu dashurinë dhe sharmin që ne gjithnjë e kemi për aktoren e njohur që shumica nga ju besoj e keni parë në skenë, e keni parë në filmat shqiptar. Përshëndetje Rita. Fillimisht të shpreh ngushëllime për miken tënde Margaritën. Faleminderit. Vetëm fakti që më krahason me Margaritën për mua është gati mbien turp. Margaritën ne duhet me kujtu jo vetëm si div, por Margaritën gjithmonë e kam thënë, Margarita është një nan. Edhe këtë titull, ma shumë se Margarita, nuk ma merr mend se e beson kush, e meriton vërtet. Nuk them nan si që jeti nana Bokut, nuk e kam për atë. Sepse nana është gjitha botës, nuk diskutohet. Kurse Margarita është nanë kuptimin më të gjatë të kësaj fjalë dhe është për mua në kjo se ka një titull në Erikobit e këta janë asisën në krahasim me fjalën nan, është nanë e artit shqiptar, është nanë e kinematografisë shqiptare, është nanë e shoqënisë shqiptare. Dhe unë mendoj që me këtë fjalë du me përmbledh krejt shpirtin e saj dhe krejt ata dy projektor blu që ka në ball, ajo bukurie rrallë, e cila edhe shumë plak, prapë bukur. Në fakt, si gjithë një, Rita je shumë modeste, por me gjitha të kalojmë të një diçka që më ngeli këshu në mendje, besoj edhe ty të ka ngelur. Ka qenë momenti kur i biri, aktori njohur Ndriçim Gjepa, tha që nënës i ngeli peng edhe një film, me që ti ke pak kohë që tashmë je në pension, të dhunshëm, do thoja, në thonjza, sepse mendoj që një artist nëse ka elan, nëse ka forcë, detyrimisht duhet jetë pjesë e skenës dhe filmit. Ngeli peng Margaritës, si një aktore në pension, më thuaj si pensionohen aktorët tanë shqiptarë? Unë mendoj që është gati në turp, diskutimi se si pensionohen aktorët shqiptarë, sepse, dhe më thanë, për postë të dalin në pension si kur tishtë që më thanë, një punëtor fabrikët që mund t'jesh në një fabrikë vete 500-ta, edhe, okej, 500 vetëve nuk mund t'i bëhet festë. Tu të ne, nuk e di, ka një disrespekt papam, nuk e kuptoj arsyn. Njerëzit që e marrin vesh se unë kam dalë në pension, më trajtojnë në një mënyrë që gati vjen të zërë prej tyne, s'ka mundësi, si mundet, të. Mirë po, fakti është që shteti për ne gjithmonë është mos për kujdes këndshëm, po shumë këndshëm. Dhe më thanë, na përdorë për kur i duhena dhe na flak, nuk e kam për veten, e kam për të gjithë artistët. Unë jam të folë në shumës për pensionistët, sepse janë një fjetët të gjithëve. Nërkohë the që Çimi ka thënë që Margarita si ka mejtë peng një film. Unë e kam menu gjatat që ka thënë Çimi dhe është masa e vërtet që mund të mesin për një film. Por në kjo se Margarita do të kishte bat film, do të kishte mejt për një film tjetër. Sepse artisti, dhe në minutën e fundit që merë shkrunin më nërmenja si që ka në Margaritës, dhe në atë minutë mendon se ka me ba dhe një gjatë tjetër. Dhe artisti në përgjithësi, ose unë e kam këtë të veçantë, që roli më i mirë i jemi ka me kënë ai që kam me ba, jo ai që kam ba. Po, Rita, me që ke pas ndonjë ofertë, ndonjë kërkesë për të lozur në ndonjë film ose në ndonjë shfaqje teatri? Për momentin nuk jam fix pensioniste, me thanë drejtë, por kam një 2-3 variante që mendoj që mrena vitit mund të realizohen. Edhe pse kam kënë zanën, sepse nuk e di në jo që ne me shfaqjet Vizita, po patat një sukses. Që kena paskëtu para 2 vjetë dhe kena një sukses shumë të madhë dhe mrena vitit kam kënë 2 herë turne në Itali, presit të ashtë në maj me shku në Hungari në një festival, ja harroja në gjithmonë në tot,
Mande kena disa kërkesa dhe 2025 e kena të mbyllur me shumë shfaqje. Dhe më thamë, kena prap një turne tjetër në Itali, që do shkojmë në Firenze, në Sardegna, në Cagliari, edhe në Napoli. Dhe më thamë, dhetorin, e kena, dhe fillimin e dhetorit, 10 ditën e parë të dhetorit, ne e kena të zanën, janë data të mbylluna pra, me këtë shfaqje. Dhe për hir të vërtetës nuk më ka mungu asgjë, sepse kjo shfaqje është një prej atyre që të mosh plot. Dhe ti njihesh pjesë e teatrit prap, edhe pse nuk shkon punë për ditë, siç unë jam mësu. Por E rëndësishme është që nuk të kanë haruar, ose për artistat në momentin që nuk luajnë, ajo është një lloj vdekjeje në fakt, nëse nuk ishe në skenë dhe pavarësisht që pensionohen. Kjo nuk do të thotë që duhet t'i harojmë dhe të mos i angazhojmë. Besoj që ka qenë e pritshme pasi Margarita ishte e sëmur një kohë të gjatë, por megjithatë është një lajm shumë i trishtueshëm. Më thuaj si u ndjeve në momentet e para që e kuptove? Çfarë mendove për Margaritën? Besoj që ke shumë kujtime me të. Kam një. Rastësisht atë ditë isha me Zamira Kiten, në mëngjes heret, dhe të dyja, si hap njeriu celularit kështu kot, shef që kishte ndru jetë Margarita, dhe të dyja mejtme, unë pim në fakt. Dhe gati me ardhim mirë që rastisi, dita që unë me kanë me dikën që e kupton dhimbjen. E kupton dhimbjen si unë, se dhe Zamira ka të njëjtën marrëdhënie me mua. Dhe madje unë duhet me e thanë këto që Zamira duhet me thanë faleminderit për faktin se në Kokofest ajo gjithmonë e ka ftuar Margaritën dhe ne kena pas mundësi edhe kur nuk punoshim me Margaritën në najt me nda mendime, me nda ajo edhe kritikat i ka bën si me kanë kompliment se ka kanë shumë e butë. Edhe gjithmonë bashkë me Tinken unë i shoh ala si binom i pandam, të cilat njeriu i shef ka poshtë lartë sigurisht, ata janë, më thënë, madhështore në atë që kanë banë, në trashëgimin tonë kulturore që kanë lanë, në trashëgimin tonë njerëzore që kanë lanë, po asnjë diskutim. Si ajo si Tinka, por unë mendoj që Margarita me atë butësinë, me atë amëlsinë dhe me atë titullin që unë sa po i dhash nën, ka kanë gjithmonë krejt afër, krejt amël, krejt. Dhe tanë e amëlsi, në momentin që u nda nga jeta, tanë vjen edhe të pushton në një farë mënyre që ti njihesh u ham iku edhe kjo, duket sikur ti kupërtuar, sikur ti nuk bën asgjë, edhe pse ti nuk ke asgjë dorë në fakt. Një përshëllek shumë të madh, dhe gjithë ditën atë ditë kam kënë dita më shkote të pi ujë, se më dukte sikur po mush një përshëllekun tem të pi ujë, se nuk dita si me ajo të piku. Jam një keq, me thonë drejtën jam një shumë keq. Në fakt, Rita, kam dëgjuar një prononcim tëndin në një media ku thua një diçka që besoj që e bazon edhe të qenit dhe vetë aktore, që Margarita po të kishte qenë në një vend tjetër, ndoshta do të kishte një fat ndryshe. Në shkuptime thua këtë? Tu i përjashtu dashnin e spektatorëve, që nuk është, do më thonë, si me leksi, po Alek dashnia e spektatorëve nuk matet. Të i përjashtu këte, unë du me thanë që Margarita mund kishte kanë një yll Hollywoodit. Një për bukurin, 2 për madhështin, dhe 3 për super talentin që ja ka pas. Ne të gjithë e tim se kush është Margarita. Dhe po ti krahasosh filmat e saj, i thu, si ka mundësi që është njëjti person. Fatmirësisht, na shqiptarët kena shumë të tillë. Jo vetëm Margarita, kena një plejat të tanë aktorsh, si ti shef filmat dhe thuaj. Edhe këtë e ka bërë, po si ka pas mundësi me e bërë në një kohë kaq shkurt, kaq rolet të ndryshme. Prandaj unë do të thosh ajo është aktore div hollywoodiane. E pa po të kishte lejnë në Amerikë, për shkak të kishte i gjatë tjetër. Kjo i bie se ne nuk jemi vende shumë miqësore për artistët, apo po flas për gjitha hapësirat shqiptare kudo që janë. Po, unë flas një lloj. Unë flas një lloj për tanë ku flitet shqip, për teatrin shqiptar, se faleminderit Zotit kohët e fundit jena mesh me teatrin shqiptar, se përpara atë ditë nuk e kena, se si shkojnë punë, kurse tash faleminderit Zotit pra po tham, bajnë festivale, shkojnë me vim, naftojnë, i ftojnë, shtifena. Dhe mendoj që artisti është i trajtuar pothuajse një lloj nga shqiptarët. Fatkeqësisht. Dhe jo nga shqiptarët, nga populli fatkeqësisht, po nga
autoritetet, regjimet, institucionet. Regjimeve, po i thëmë institucionet. Është e bukur. Personalisht, Rita, kam takuar njerëz që kam parë shumë filma shqiptar të kohës së komunizmit, derisa po flisnim për regjimet, dhe më besoni që besoj tani, kur dëgjojnë emrin Rita Gjeka, shumicës së shqiptarëve këndej nga Shkupi Tetova, nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, ju kujtohet kush është Rita Gjeka nga filmat shqiptar. Po tani së fundmi kemi shumë kënaqësi që po ju shohim edhe në shfaqje që luani këndej. Besoj publikut i kujtoheni mirë. Po, unë me thamë drejtën kam një karrierë shumë të pasur, edhe mirë po, disa keqënijëm të që nuk ka mundësi me punu për ditë, keqë, nuk mund të thamë edhe së njëm keqë, se pasam pas nevojë edhe për këtë pushem, por më ka damtu shumë periulla e të damtu në thojza, sepse kam njoft njerëz mrekullueshëm tjedin edhe se ke në periullën e të kenonit drejtor, po periulla të kenonit drejtor si artist të damton, sepse unë për shkakun në punën e parë që kam bërë me Kushtrim Bekteshin, nuk e dija ke parasysh se për ke po flas, kam bërë Tartufin. Dhe aty Kushtrimi më besoi rolin e Lorinës, të cilën unë e kam bërë në Tosknisht, të përkthyem në Zotit Saci. Që ju e keni shumë problem toskërishtën. O jo, nuk pa kone. Ka që thjesht nuk mundet. Dhe Zoti Bekteshi më detyroi që unë ta bashka në vargje dhe toskërisht, dhe një ditë të bukur nga fundi, sepse ai nuk dit me thy sigurisht, tash ne do pim një kafe, Rita do mësoj tekstin. Sepse unë nuk kisha mundësi me mësu tekstin, se kisha 1000 punë tjera dhe kishin mbeti sa gjana pa mësu. Dhe Kushtrimi, ta shkita ne po pipi kafe, nërkohë Rita të mësoj tekstin. Ke ishte kulmi fymje si batri, unë prap nuk e mësova tekstin. Në fakt, gegërishtja është aq e bukur sa besoj që regjisorët bëjnë një mëkat që ju detyrojnë të ndroni dialekt. Po këto ta kenë... Ajo që të mendu me shumë mirë, sepse përkthimi i Zotit Caci ishte i jashtëzakonshëm dhe ne kishim vërtet nevojë, ishte për ne ishte edhe për teatrin e Shkodrës në vargje dhe në gjuhë letrare, të thellë, ishte thellë gjuha letrare, teatri tregoi veten në fund të fundit, sepse nuk e di sa çmime ti kena marrë në atë. Rita, do kthehemi edhe njerë te Margarita Gjepa dhe të flasim për rolet paka shumë dhe cilat rolet i kujtojnë prej saj, ose me çfarë do ta mbash mend, me çfarë mendon se do mbahet mend? Unë shpesh mua dhe Margaritën na kanë thirrë në për okazionesh ku recitohet. Dhe gjithmonë Margarita përfaqësonte Jungun, arditonte poezi të Naim Frashërit. Ndërkohë unë përfaqësoja Vereon, nila me pushk, me arpë, edhe unë kita atë gjërë të fishten. Edhe gjithmonë më shifte të sy dhe thoshte, o Rit, si ka mundësi me kanë kaq të barabarta dhe kaq të ndryshme njëra me tjetër dy gjuhë. Dhe kishte fjalë për Naim Frashërin edhe atë gjërë të fishten sigurisht. Unë asnjëherë nuk s'kam me harru atë dashni me të cilën aja i trajtot e vargjet, atë dashni, dhene se deri në ditë të fundit me një kujtes të jashtëzakonshme sa unë ja kisha zdili, që në fundit me moshja me vija, dhe ja kisha zdili. Ju kujtohet, besoj që keni pas dhe biseda të shumta, telefonata, takime, cilat kanë qenë preokupimet e saj cilat kanë qenë bisedat tuaja më të shpeshta, preokupimet në lidhje me artin dhe artistin? Ajo gjithmonë thoshte, unë i kam bata që ka pas me ba, po problemi është se ju nuk po ju shohim. Gjithmonë kishte merak se ne prap nuk na e varte njeri. Dhe vazhdojnë mos me na varë prap njeri, sepse në fund të fundit e kishte atë merakun e mos përkujdesjes për artistin, e mos përkujdesjes për teatrin, dhe ne në shkajeta në fakt tu e vajtu këtë gjanë, si ne, si asaj, si gjithve, sepse gjatë tashma kja histori, por problemi saj ishte mos të vëmendja, edhe gjithmonë e ka theksu shpesh edhe në për intervista, edhe në për e ka pa, se Margarita ka kënë edhe me Korajo, pa më bashkë se nuk ka bërtit. Margarita s'ka bërtit, Margarita ka kënë e qetë, po Korajo në ka pas të jashtëzakonshme.
aja ka kërku gjithmonë me fort që të ketë vëmendje nga pushteti, por asnjëherë nuk mina Margaritë. Është vërtet. Rita, për fund do desha edhe një krahasim demokracia, regjimi komunist, su bë më mirë pastaj? Kishit ju ëndra se do bëjë më mirë? Unë i kam jetu të dyja dhe sigurisht që kishe ëndra, por si më thanë, ajo ëndër vazhdon të jetë një ëndër. Jo vetëm që nuk u ba ma mirë, por falë për shprehjen se ndoshta nuk është televizive, po nuk gjej një gjë me krahasu bastardu gjithçka. Është bastarduar, thonë. Më vjen keq me e thanë, por është kështu. Për fund, nëse do na duhej një fjali për të përshkruar, çdo me thënë të jesh artist sot në Shqipëri, ne pak a shumë folëm për gjitha segmentet, por nëse do duhet ta përshkruanim, dhe nëse vajza do kishte zgjedhur të ishte aktore, cilat do ishim leksionet ose këshillat ose fjalët që do t'ia thoje? Kam batën atë tentativën që me ja anullu qefin e të bamit artist vajzës teme, edhe pse ka, Dana Goxha është edhe kolege me kushtrimin, por unë mendoj që është ma pak frut dhanës se çdo lloj profesioni tjetër. Nanat mendojnë për fëmijët e vet që krijojnë një jetë më të mirë se ajo e vetja. Por me aktrim sigurisht që nuk krijohet, ti e din që me art nuk krijohet një jetë më e mirë, po mund të jetë më e këndshme si jetë, po unë nuk di me nda, në fakt, njërën me të këndshme është sakrificë shumë e madhe, të paktën nga ana ime ka qenë një sakrificë shumë e madhe, askush nuk e din, gjithkush do të thënë edhe kur na lën kështu rrugës dhe flet me në një, po edhe rrugë me ju, si do të thënë duket jo si punë. Ata harrojnë se na jena kategoria njerëzve të cilët e vënë zemrën në tavolinë, hapin kush e di sa herë, dhe kush e di sa vujtje, dhe kush e di sa gëzime të personave të ndryshëm, je i detyruar ndërtoj dhe ti përjetosh. Njerëzit e thjeshtë nuk e dinë se sa e rëndë është, por ata që e përjetojnë në lëkurë, ata e dinë më mirë. Rita, me që e nisëm me pensionimin këtë bisedën, do ta përmbyllim po ashtu me pensionimin, po ashtu pam Tinka Kurtin që e pensionuar, jo ashtu si që ne do kishim dashur në tjerët, në rrethana jo të favorshme për artistët, e strehuar në një azil pleq. Këto shumë mirë që më bani këtë pyetje, Gjemi, sepse unë me Tinkën kam marrëdhënie 5 fishe, themi, sepse i kam familjare, i kam shumë të hershme, pa ken artist, pa ken aktore, dhe më thënë. Tinka gjindet tek ajo shtëpi pushimit super komode, super e mirë, e zgjedhur nga ana e saj, Tinka ka 1000 mundësi tjera. Për Tinkën ka ardhur në Shqipëni nusja e djalit, që nuk e ka ma, për t'i shërbyer. Tinka ka nip e mes në Shkodër të cilët i janë lut që me ardhë. Por Tinka është grua zgjut, edhe pse është 93 vjeçe. Tinka është me mend në kry, ka zgjedh mos me trazu së pari edhe me kene qetë aty ku është. Aty e shohin si dritën e syve. Aty ku Tinka sot është zili me kalu pleqnin. Ju nuk e keni idenë sa mirë trajtohet Tinka aty, edhe bjen shumë keq, sepse ka pa dhe në për portale, në për kështu që mohabet e koti, që si mund të shohet Tinka. Tinka si zoja atje ku është. Tinka është pasanike në shpirt. Ndoshta pse nuk është shumë e instaluar në mentalitetin ton që t'i dërgojmë pleq në shtëpi. Po çfarë me kena me shtatarë me këtë dim. Këtë dim, po unë, po ju tham ju matrive që sot më çoni taja shtëpia ku është Tinka kur të plakem, se jam kretë e knaqën. Ne incizuam sot një emision që është e vërtet Rita dhe unë e thash këtë, do me thënë një njeri me mend në kokë, duhet ta lërë me testament që nëse... Po, që të zgjedh vetë që mos i bëhet bara askujt në fakt.
Bravo, bravo. Tinka, atje ku është e lumtur, nuk faleminderit Zotit që ka qitë Zoti Gëzohemi harresen. shumë që e kuptuam këtë fakt. Gëzohemi shumë që e kuptuam këtë fakt që shqiptarët të jenë rehat, sepse nuk po vuan atje ku është, ka zgjedhur vetë që të jetë atje dhe Ashtë krejt e qetë dhe krejt e lumtur dhe me pekule, thoni jo toskët. Ajo trajtohet me pekule. Unë them faleminderit Zotit që ka qitë harresen, dhe ajo shumë shpesh nuk kujtohet që nuk e ka ma djalin. Shumë shpesh nuk kujtohet për këtë, se e ka largu si ide. Por, për mënyrën se si sot Tinka Kurti t'i bëhet tualet për dit, i ndërrohet modeli i flokëve për dit, Tinka jetën shkëlqyllqem. Gëzohemi shumë për këtë fjalë që dëgjojmë, Rita. Faleminderit shumë për kohën që ndave. Faleminderit shumë ty, edhe për mua është nerë me folë për Margaritën e Tinkën e... Dhe të presim në Shkup në fakt me ndonjë projekt, të shohim në skenë, sepse na ka marrë malli. Më hinë me këte të Ivania dhe u kry. Faleminderit shumë. Pashe, faleminderit edhe ju për intervistën, faleminderit.